dashur, deri so përgatitëm për në studio këtu. Të njëjtën kohë disa informata i kemi, por do t'i publikojmë sipas radhës tash. Kemi një ngjarje të jashtëzakonshme në Oslo, në Drammen, falni, në Norvegji, pra ku me siguri ka dhe shqiptar atje, ku 100 shtëpia për shkak djegjes janë të djegura edhe nuk ka, do të thonë, ende lëndimet njerëzve kështu, mirë po ne kemi dhe gazetarin tonë atje në Drammen, Femiun pra, i cili shumë shpejt na dërgon disa informacione dhe fotografia, edhe do t'ju informojmë pak më shumë për ndryshe përcjelljen edhe portalet edhe mediat norvegjeze për ata që kanë ndonjë familje, shok ose dikon në Drammen, sepse është edhe tragjike. Por ne vazhdojmë programin tonë si të rëndom të çdo të premte dhe këtë premte, pra në këtë verë, në këtë vavë të madhe, ku e kemi kaluar një muaj e gjys gati me sport, jemi kënaq me futball, me kohë të mirë, sidomos në Norvegji këtu, edhe sidomos me ekspertat edhe njerëz pra që kanë kompetencë të madhe, të mirë, profesionale në lami të futbollit, ku jemi mundu pra përmes tyre të mësohemi, të di ma shumë, të mësojmë ma shumë, edhe në të kohë të informohemi ashtu që duhet pra prej kompetencës së tyre që e kanë soi përket futbollit. Sonte kemi nderin pra që ta kemi njeriu që ka me të vërtet kompetencë të madhe, duke krijuar ekip të futbollit para shumë viteve, pastaj duke punuar me fëmijë për një kohë shumë të gjatë me vite të tëra, edhe mu tani, edhe më në fund pra edhe Akademia e futbollit, pra që është edhe udhëheqës edhe themelues i Akademisë së futbollit në Norvegji këtu për fëmijë, ku do të bisedojmë edhe për ato pak. Sonte me ne është Aziz Osen, mirëmbrëma dhe mirë se erdhe. Mirëmbrëma. Faleminderit për ftesën, përshëndetje të gjithë dëgjuesve dhe shikuesve të Radio Lidhjes. Faleminderit shumë Aziz, ne këtu të kemi sepse normal që sa po ktheve rrej pushimeve edhe e patëm pra edhe atë mund me thonë kështu të kënaqësinë që të kemi këtu, që të bisedojmë, sepse kur nuk kemi njerëz kompetencë, atëherë edhe nuk folim, se nuk dim. Gjithkohë nuk mundem edhe me marr, sepse duhet të pak me pas dijeni për këtë sport, sidomos për botrorin. Po mirë, Aziz, pushimit i kalu mirë, po ma merr mendja që edhe gjatë pushimeve je koni preokupuar me lojnat që kanë qenë, sepse ka qenë një botror pak shumë ma ndryshe se për aty me që jemi mësu. Ka pas shumë ekipe, kohës gjatë ja konë gati një muaj e gjys, dhe ka pas ekipe që se kemi di që ekzistojnë ato vende, për shembull, tash e kemi mësu, edhe këto vendet ishujt ndryshme, vendet vogla, po edhe na kanë befasu besa, me talentin e tyre, po si e pave këtë këto ti në syrin tënd, për shembull. Po, si the ti, është një kampionat botror një pak më ndryshe, më shumë kombëtare, me 48, edhe si gjithmonë ekipet e mëdha, kombëtarët e mëdha gjithmonë janë favorit. Kur janë 48 ekipe kombëtare, është 12 grupe ndane, edhe kena prit futboll të mirë, kena prit risi të reja, talenta të ri, besa edhe mënyrat lojës tjetra, se gjithmonë futbolli shkon në zhvillim. Na kena pa shumë ndeshje, kena pa disa favorite kanë vazhduar, disa kanë ngec, por është një kampionat shumë interesant edhe shumë i mirë për mendimin tim. Unë masi jetoj këtu, kam qenë shumë me Norvegjin, edhe pak me kombëtare të tjera. Kena pas qenë me Kosova dhe Shqipëria, por kanë thënë se do të bëhet me 64 kombëtare, edhe atëherë kena shanse vetë moja. Ndoshta. Po mirë, ne dim normal që Norvegjinë kemi prioritet numër 1, pas jemi këtu, por tash kemi pas edhe këto ekipet e mëdha, për shembull Gjermania, Brazili, Kroacia, Belgjika, e shumë disa që gjithmonë kanë dominu, kanë met gati të fundit përpara në ato kampionate, mirë po tash veç shumë herët edhe dolën. Po, është shumë interesant ata që e përsjellin trendin e zhvillimit të futbollit, kombëtarët e vogla afrohen shumë më afër kombëtarëve të mëdha.
edhe se zhvillimi është i njëjtë, edhe kombëtarët e vogla po afrohen shumë afër, edhe më shumë befasi, si e pam edhe kampionat botëror, ka shumë befasi. Edhe për ato edhe disa kombëtarë të mëdha po humbin pak atë autoritetin edhe atë favoritin, titullin favoritit. Kombëtarët e vogla po forcohen, edhe po shihet se nuk është larg se në ditë edhe një shtet i Afrikës do e fitoj kupën e botës. Me siguri, pra, sidomos së kohëve të fundit, ku kemi pas Senegalin e Marokun, disa favorit, për shembull, që kanë qenë top favorit, edhe kanë tregu atë kvalitetin e tyre. Ne e dim që ekipet e mëdha, për shembull, tash e dim që kanë betur 4 që janë konë edhe favorit ndoshta edhe prej fillimit, tash e dim edhe finalen edhe bronzën. Po tregona favorit të jutë, cili ka qenë ai që i ke prit më shumë? Si thash, unë kam përkrah shumë Norvegjin për arsye të ndryshme, ndër arsyet është se unë punoj me fëmijë në akademi, edhe shumë fëmijë gëzohen kur fiton Norvegjia, edhe kanë idolet e vet aty, e për ato kur fëmija janë me një kombëtar edhe unë jam me ta. A nuk i tratoj fëmin që ato puna që. Plus është në aspektin e futbollit norvegjez është shumë rëndësi, suksesi i kombëtarit norvegjis ngrit motivimin, zhvillimin, vlerat të lojtarëve, ka më shumë interesim për lojtarin norvegjez, aty është edhe qëllimi i Norvegjisë me shit sa më shumë lojtar. Ta kanë si plan Norvegjia me zhvillu lojtar shumë më shumë edhe me shit në shtetet e jashtme. E për ato që plani është të kalue, se çdo vit e kanë planin që e bojnë ata ekspertët e NFF-it me Olimpien, Olimpiatopën. E bojnë planin edhe kanë të kalu planin. Tashti me suksesin e Holland edhe Ødegaard e disa tjerëve, edhe Sheldrup edhe disa tjerëve, është futbolli norvegjez në ngritje sipër. E për ato që është ka ngritë një nacion, një kombe, ka ngritë në kom, duke festuar, duke gëzuar, me mija tifozë atje në stadionin në Amerikë, në Meksiko edhe në Kanadë, plus edhe këtu në Norvegji ka pas shumë përkraje, ku ka pas në për stadionin, në për poba, në për lokale, në për gjithë kënd, ka pas përkraje shumë të madhe me atë festën, ru. Po pra, ajo u bua dhe favorit i madhe, ku tash edhe po përdoret shumë herë dhe për në çdo lojë gati. Po mirë, ne e dim se Norvegjia, për shembull, i kanë kalu 28 vjet, ku ka qenë herën e fundit, edhe janë mundu mu kvalifiku, s'kan mujt me arrit aty, po tash me jo që janë kvalifiku pa problem, po të njëjtën kohë kanë mujt me qenë edhe një ndër këtu 4 që janë me të sot, Norvegjia, për shembull, sepse pat mundësinë me Anglinë, edhe u tregua kvaliteti i tyre, megjithëse gjithë këta janë shok, edhe Anglisë, edhe të Norvegjisë, ku shumica prej lojtarëve luajnë bashkë në ato ekipet e tyre, edhe u pavë, domethënë gjatë ndeshjes, mas ndeshjes. Por kvaliteti për shembull i Norvegjisë, e dim që pranë 2 vjetëve është edhe kampionati evropian. Çfarë ta merr mendja? Kur takohen kombëtarët e mërzveti, takohen ose ndeshen 2 kultura të futbollit, 2 stile, 2 mënyra. E për ato kur ndeshen cili njëjtë, aty është shumë vështirë është me kalkulu cili kombëtari fiton. Norvegjia edhe Anglia kanë futboll e njëjtë, kanë futboll të shpejt edhe fizik. E për ato aty kanë 50-50. Norvegjia pat shansën me fitue, me kalu matutje, por se pat fatin, se pat edhe kështu është futbolli. Për të ardhmen, unë mendoj që Norvegjia do forcohet edhe më shumë. Ka talentat të mëdhaj që vinë në ardhje, që janë zhvillim e sipër. Shumë lojtarë talenta në moshën e re, marrin oferta nga klubet e mëdha në gjithë Evropën. Norvegjezët kanë disiplinën e kanë fuqinë, fizikën, plus teknikën e kanë forcuar shumë. Edhe tash janë bërë më komplet, edhe për ato janë bërë më atraktiv për klubet nivelit lartë evropian dhe botëror.
Sa ndikon kjo mas se edhe punor me fëmijë, për shembull, ti e din mas mirti, sa ndikon kjo arritje e suksesit madh Norvegjisë, lojtarëve, gjithë atyre emrave tek fëmijët, për shembull, interesimi atyre për shembull që nesër mu regjistru me një klub, edhe mu ju bashkangjitë. Ka ndikuar shumë, ka ndikuar. Suksesi i kombëtarës është shumë motivom i madh për fëmijë. I shoh fëmijën, i shoh tash fanelat e kombëtarët janë shit, nuk ka. S'ka panela me bletë kombëtarës së Norvegjisë, asnjë shitore. Për ato kjo tregon interesimin e madh fëmijëve në gjithë Norvegjisë. Duhet 2 javë prit, mas 2 javë vinë prap. Kjo tregon shumë. Kjo është shumë motivuese, plus futbolli në Norvegji është ngritje sipër. Përpara Norvegjia ka thënë që fëmijët lindin me ski në këmbë, kurse sot futbolli bëhet një sport i gjithë vitit. Edhe kjo do të thënë shumë. Investimi është shumë i madh, klubet po investojnë shumë a shumë, shteti po investon shumë a shumë, në fusha, të gjitha fushat e Norvegjisë që janë minimi, ka mundur deri në 2030. Kjo tregon se plus kanë më bën fusha të reja. Plani është të më bën një stadion të madh për stadion kombëtar me 40.000 vende. Kjo tregon interesimin e futbollit në Norvegji. Kjo është ajo mira, do të thonë që edhe këta djemtë që kanë përfaqësu shtetin gjatë kampionatit, këta talenta, këta yje, muj me thonë kështu, në për Evropë, e kanë tregu, do me thonë, se kvalitetin çfarë ka Norvegjia. Ata janë vetëm disa prej shumë njerëzve edhe lojtarëve tjerë që janë gati për me u kyç për shembull apo do në ekipën B, C, cilën tonë që tash ka kapacitet Norvegjia për shembull për këtë rinin që e ka, edhe këtë gjenerat me vazhdu bukur shumë edhe disa vite në të ardhmen. Nuk janë këta veterana, do me thonë, këta janë këtë 3. Edhe ajo që e tha fanelat normal, po të njëjtën kohë edhe një pritje jashtëzakonshme që s'ka ndodhur kjo në prej shteteve tjera, përveç se nëse e kanë fitu kupën ose vende tretë minimum, dhe kanë pas kësi pritje në ashtave që me dalë 150.000 vetë me të prit që kja arrit për shembull prej 48 shteteve, kjo është e ka tregu që me të vërtet mbështetjen e kanë të madhe, e të njëjtën kohë po edhe prind, po edhe fëmijët tash janë çaq motivuar që me pru fëmijën e vet nesër te akademia që është Akademi Star futboll te Azizi për shembull, edhe me pa që mundet aty se nuk i dihet kur, se ndoshta dikur janë ku pas hub shpresat me 100 mundime, veç disa lojtarë ngishta kanë mujtë, po tash ka shumë, është edhe për prind mirë, po është edhe për fëmijë mirë. Po, dje e pata treningin pas pushimit, edhe patë shumë fëmijë. Edhe pashet busjeshin gëzimin e fëmijëve, kur erën trening, edhe e një të lumtur me kombëtarën, tha po shumë të lumtur, po tha kena mujtë me fitu edhe kuna Anglisë. Po, një gjatë që ka arrit, kjo është historike, suksesi i Norvegjisë është historike, që Norvegjia kur s'ka arrit me ardhë kaq larg në kampionat botror, edhe po ky sukses e ka bashkuar një komb. Një komb ka bashkuar, ka motivuar, ka entuziazëm të madh. E për ato është kjo që ka fituar shumë Norvegjia, ka fituar në atë aspekt, e për ato që kjo motivim do shndrohet edhe në sukses të ardhmen. Si thati këta lojtarë nuk janë të vjetër, lojtarë janë moshën më të mirë, edhe kanë edhe shumë vite në futboll, në kombëtare. Që Norvegjia bëhet edhe më fort, sepse ka fituar një përvojë 3, edhe më mend që në kampionatin evropian do të ketë edhe më shumë suksese. Me siguri edhe ato shpresojmë, edhe presim që është mirë, sepse disa prej lojtarëve luajnë jashtë Norvegjisë, mirë po jo të gjithë. Ka edhe ata që luajnë brenda Norvegji dhe kanë treguar edhe me ekipet e tyre, për shembull në Champions League, në ligat ndryshme, për shembull të Evropës, që munden me lujtë kundër shumë ekipeve të forta dhe i kanë mujtë bise. E po mirë, po nalen pak edhe deri te disa rregulla. Tash për shembull, ky kampionat i ka pru edhe rregullat e reja. Ka pru edhe përveç rregullave ka pru edhe interesimin e teknikës, sidomos refert për shembull me pajisje ndryshme me veti, deri te kamera e shumë sene tjera. Çfarë po do ty? A është kjo
për të mirë, a është mirë, e kemi varin, e kemi shumë sene tjera, apo është pak e teprune, kështu që tash kam i besu teknikës a referit? Ka në këtë aspekt ka mendime ndryshme. Disa kanë qef që ka hinë teknologjia në futboll, disa janë kundër. Ka mendime ndryshme. Më thënë që po shumica janë për arsye se goli njëhet gol, offside është offside, man ka shumë gjona, çdo gol që shikohet a është i rregullt apo jo. Edhe në këtë aspekt që është mirë është, por kur po shikohet momente caktume është offside apo gola, nuk ka gola, o penalti apo anulohet gola, jo, pe hub pak atë entuziazmin pakës, edhe euforin. Për ato është pozitive po negative në atë aspekt. Për ato Norvegjia se ka dasht varin në Super League, nuk ka dasht. Për ato që po unë mendoj që është edhe pozitive, nuk është negative, sepse ne duhet mi besu teknologjinë, mi besu referave, do që duhet më pajtu me këtë trend. Me siguri dhe është ajo që edhe kur po gëzohet njëri në atë moment, për shembull në ato sekonda, gjithmonë po duhet me pas pak rezervë derisa që po jepet 100% prej referit, se shumë herë dhe po anulohen edhe pastaj gëzimi po bjen depresion. E kjo ajo që pishet edhe lojtarët, me thonë pi hub vullnetin me vazhdu. Po tash jemi afru edhe fundit, dhe me thonë nesër edhe pas nesër edhe përfundon kampionati deri mas 4 viteve tjera, mas 2 viteve kemi kampionatin evropian. Edhe tash kemi këto 4 ekipat që disa janë kom favorit, më nuk janë, edhe do të ndeshen, do me thonë, nesër për bronz edhe dilën për argjent edhe ari. Tregona pak për këto 4 ekipet, a janë këto që kam pas me qenë ta mërmenja prej fillimit, apo? Po, këto janë ndër favoritet kryesor janë, ka qenë edhe Gjermania, po Gjermania ka hop atë identitetin e vetë pakës, për ato edhe u largue, kurse Brazili ka qenë favorit po ashtu, po e ka humbat atë stilin e lojës vetë, nuk ka prodhu yje treja mas gjeneratës që ka pas për para. E aty ka ndiku që edhe kombëtarja ka ra. Nuk ka shumë brazilianë që luajnë në për Evropë. Ka ndryshu futbolli, tash si futbolli brazilian është me mbajt topin ma gjatë. Futbolli evropian është me gjyt topin ma shpejt, me tempo të lartë. E për ato në shpesh nuk klubet e mbajnë nuk preferojnë lojtarë që e nalin topin gjatë. E për ato futbolli brazilian ka ra pakës. Përse Spanja ka filozofinë e vetë. Spanja ka filozofinë e Barcelonës, e Cruyffit. Edhe atë filozofia të NBA është me mbajt topin ekip. Edhe me mbajt topin ekip, kundërshtari, disa e ki topin ekip, kundërshtari nuk jep gol. Atë është muna që ata morin kohën e duhur, e nervozojnë kundërshtarin duke pasu topa shkurt, gjatë, mesëm, edhe kur shohin mundësinë, sulmojnë. Edhe janë edhe të mirë, edhe janë edhe të mirë presion, janë shumë tafë presion, janë të mirë, me 2-3 lojtarë bëjnë presionin, e fitojnë topin, prapë mbajnë topin në ekip. Kur e kanë ata topin në dispozicion 60-70%, edhe 75-80%, atëherë shansë për fitu kombëtarët tjetër është shumë e vogël. Aty është Chelsea i futbollit spanjoll. Futbolli francez e kanë kombëtarja ma mira, do është ma komplete. Por kur ka shumë yje, por problemi është se nuk kanë shpirtin e ekipit. Ajo nuk mjafton. Për ato nga shumë yje nuk bëhet ekip i fort, nuk punon sa duhet. Kur vjen vështirë, kur vjen koha vështirë, 50-50, edhe kur duhet me luftue, ata nuk luftojnë. Për ato unë e ku pas shumë rezerva se Franca shkon në finale. Edhe kjo ndodhi, sepse kur ata spanjollët edhe këta anglezët, këto kombëtarët tjerë lutojnë shumë më shumë. Argentina, për shembull, luftojnë me zemër, me shpirt. Ti e sheh, për shembull, ata janë si një trup i vetëm, luftojnë së bashku, 11 lojtarë,
Besa dhe rezervat, si kënojnë hymnë kombëtar, si shfaqen, si luftojnë, si luajnë, nuk dorëzohen kur 3 herë e kthyn lojën në minutët e fundit, kjo tregon se shpirti i ekipit aty është. Nesër e kemi do me thonë për vendin e tretë, tash luajnë Anglia edhe Franca. Ne e shohim që normal të e përmende po mirë në Francë ka shumë yje, edhe ka diçka të bëjë edhe me ato që ajo ndjenja me të vërtet për shtetin ton ose për vendin ton, për popullin ton si lojtar. Tash kanë kallëzu vendet e vogla, Kap Verde, Curaçao, e shumë dyshem, ka pos ekipe që ata s'ka pos të kuj, ata janë kont aty të vendit. Edhe për që ato kune lufta që kanë luftu me mish e me shpirt. Te Franca kemi shumë yje që lujnë për ekipat më të mira të botës, por kur është te shteti, për shembull te Franca, është shumë më ndryshe. Do me thonë ata u nal krejt në gjatë lojës me Spanjën. Nuk ishte ajo Francë që kena pa para shumë lojrave tjera. U nalen, do me thonë ata yjet, s'di që a bo, edhe normal që Spanja e shfrytëzoi rastin edhe erë deri aty. Qashtu të është edhe Anglia, për shembull. Anglia ka disa lojtarë, ndoshta që luajnë për Anglinë, po prej ardhën se kanë prej Anglisë. E tash janë ato do ndjenja aty që qysh funksionon edhe vetë njeri. Sa i përket Argentinës e dim që në Argentinë janë seksionar për vendeve tjera. Boni trend i ri, tash me globalizimin dhe me migracionin, boni trend i ri, tash shumë lojtar luajnë kombëtare të reja edhe pse kanë përardhur për një vend tjetër. Edhe kjo ka ndikuar se mi thanë njoni yllit, s'mu mi thanë, me lanë të shpia në yll nuk mujnë, edhe nuk o logjike. Por kur vjen puna që kur ka shumë lojtar me përardhje tjetër, ajo ndjenja për komb nuk është 100%, është 70%, 80%, edhe varet edhe formaditës. Tash kur e puna me luftu, Argentina si luftan shumë ma shumë. Ai e fut kokën, e fut në këpucë, kurse ky tjetri është më i kujdesshëm. E për ato që e ndjenja shpirti i ekipit që thotë, shpirti i ekipit nuk është aty. Edhe një dy me s'me dhanë 100% ose mos më konë aty, me zemre, me shpirt, e me trup, është një problem. E për ato kjo është një trend i ri që është në shumë kombëtare. Vetëm vendet e Ballkanit nuk kanë shumë, vendet e Amerikës Latine, të Afrikës nuk kanë, kurse në Evropë kanë shumë kombëtare lojtar me përardhje nga një vend tjetër. Po tash ata janë yje edhe e meritojnë më konë aty, sepse nuk janë kot aty, por kombëtarët dojnë më shumë se sa yje, dojnë më shumë, dojnë shpirtin, dojnë zemrën, dojnë shpirtin e ekipit, për me pas sukses. E thash nesër Franca kundër Anglisë, unë mendoj që është një ndeshje e hapën, më mendoj që nuk kanë presion asnjëra kombëtare, luajnë futboll qetë, vendi i tretë nuk është aq atraktiv, luajnë futboll pa presion, luajnë futboll bukur, më mendoj që më shkullën penalti, po shpresoj që fiton Anglia. Normal se është ajo pjesa tjetër që bile me marrë vend në tretë, se kanë më këthy në shpi. E dikush kam i prit atje. Po. Është një status. Është një status, e më këthy si i katërti, që si prit që si Norvegjie nuk bëhet. Si treti, nashta pak, disa vetë dalin aty të presin. Normal, një kupë marrësh. Me shku i katërti, përveç familjes, s'besoj tjerë që dalin me të prit, se bjem pak ma poshtë. E po mirë, tash ne pilojmë këta nesër edhe shojmë rezultatin edhe këqyrëm. është ndeshje e mirë, është interesant, të dyjat i kanë yjet të futbollit, do me thonë kretë, kur i një ka një atje, edhe mandena kemi të dilën, do me thonë që janë dy ekipe që ta kanë me hongër topin, do me thonë se kjo është ajo që është ma e madhja. Argentina, Spanja, i kanë ma shumë se që duhet yje, besë Spanja ka ma shumë se Argentina, po Argentina ka një që kretë bota
do e dojnë, do se dojnë, do e shojnë, do se shojnë. Thuajnë ka korupcion, ka referin, bile edhe referte dojnë Mesin, edhe pastaj përzihet edhe kryetari i FIFA-s, shumë njerëz tjerë, mirë po dihet që kjo është futboll, nuk ka të bëjë kjo kurrë me këto sene, të në thashë të theme. Edhe çfarë po ta merr mend aty për këto dy ekipe për shembull, se tash e kemi një Messi 40 vjeçar edhe e kemi një spanjoll Liman, që pa thënë se harrova. Xhamalin, po, e kemi që është 19 vjet. Tash u doj fotografia edhe të e lo Messi, që është e vërtet ko ka ajo fotografi, kur u konaj i vogël. Po. Do me thonë, atëherë ky e ka pas numër 19. Po. 19 vjeçar u kon Messi, e tash Jamali e ka numër 19, që është 19 vjeçar. Sot. E tash kanë kalu besa edhe mosha në mes është 19 vjet. Dallimi. Shumë po lidhen shumë sene këtu, po të dytë janë të mirë. Krahasimi i lojtarëve shumë i vështirë është, sepse janë lojtarë këtë ndryshëm. Mund më këtë prafërt me stil, po janë ndryshëm. E për ato që mund më dhe që krahasimi për shembull që bëhet me Mesit, Maradonës, apo Xhamal Messi, apo një tjetër, është më më konë sepse ka shumë lojtarë që kanë stilin njëjtë, po më krahasu është shumë vështirë, sepse kanë veti të ndryshme, cilësi të ndryshme, karakter ndryshëm, personalitet ndryshëm. E për ato është shumë vështirë me krahasu kështu kokë për kokë. Por janë të prafërt, me teknikë, për shembull me pasime, me gjujtje, me pozicione kështu. Mendoj se Messi është ndër lojtarët që ka bërë histori, është afot në historinë e futbollit. Është ngrëshuesi më i mirë i kampionat botëror. Ka kalu të gjithë. Në këtë moshë me dhanë 8 gole, me dhanë në kampionat botëror është një gjë e madhe. Kjo tregon çfarë kvaliteti ka Messi. Plus këtë moshë nuk ka pas lëndime. Prapë e mban atë farë lëvizjet e shpejta, tempon, driblinget, nuk është që për shkak moshë është pakës më i ngath, më i koqit, është më elastik si gjithherë. E për ato Messi është i lindur për futboll. Gjithmonë e ka zgjidhjen B ose C. Është një kundër një shumë vështirë me nal. Mo dy kundërshtar për me mund me nal Messi. Edhe ato është shumë vështirë kur bëhen dy hapet hapësira në anën tjetër. E për ato që Argentina normal që ka është favorit. Spanja është ekip i madh, por unë mendoj që Argentina është pak më e mirë. Me Messin normal që ka më shumë vetbesim, ka një lider, kurse Spanja kanë ndryshuar pakës atë gjeneratën, edhe më mend që Argentina ka më shumë përvojë edhe më shumë cilësi. Aty por prapë aty ndishën dy stile të njëjta. Në stili teknik i Barcelonës edhe stili i Amerikës Latine. Është gati stili njëjtë. Por më mend që Argentina është pak më agresive, më ashpër, më fort. Ne e dim që e përmendet edhe shumë mirë që Leder, do me thonë kapteni e ekipit, edhe është i respektueshëm kapten, do me thonë e udhëheq lojën mbrana, edhe jep koordinata bukur të mira, shumë shpesh. Lojtarëve shumë shpejt edhe me njerë ndrohet stili. E kemi pas disa herë, për shembull Messi në çfarë mënyre e drejton fushën. E sill, do me thonë komplet ekipën prej djathtas të majtën ose mes fushor. Ajo e bën të madhe kur e ki, do me thonë, një udhëheq në fush, përveç trenerit që është jashtë, po e ki atë udhëheqin aty që lider, do me thonë, e she kapacitetin edhe rrugën që është marrë deri te goli. Po, kur e përmende edhe Spanja, do me thonë edhe Spanja në gjenerata bukur e re, nuk ka shumë të moshuar, përveç në 2-3, tjertë janë gjeneratë që kemi me pa hala në tavmën. Deri sa Argentina i ka disa veteran, po i ka dhe disa tri, po ka dhe një pjesë që ka një miks e mirë që është, që besa i kemi pa shumë herë, po s'dia do t'i shohim mo pas ti kampionatit, sepse presim, do me thonë, rekordet ndryshme. Ronaldo është prononcu që ndoshta do të vazhdon tutje, që me po kapacitetin e njeriut, për shembull sa mundet njeriu me përballu, ndoshta me marr pjesë në 2030, ndoshta. Për shkak të ushtrimeve
pa lëndime, pa shumë sene interesant. Kjo është ajo që ne e presim, do me thonë, dilën, këtë pjesë, edhe për kur përmend to stilet për shembull që janë të lojtarëve edhe të ekipeve. E tash e dim na vjen treneri. Po thojmë Latinës vjen një trener prej Gjermanisë. Pse s'mundet ai treneri edhe që është trener prap nuk e ndron atë stilin që e kanë ata. Domethënë te Anglia? Për shembull vjen një trener prej Anglisë ose prej Evropës shkon në Amerikën Latine, për shembull për Argentinë ose për Brazilin, po e mojnë atë të njëjtin stil të lojës. Nuk e ndron për shembull. Po një gjë që funksionon nuk ndryshohet. Por ato është parimi i çdo treneri, një gjë që funksionon nuk ndryshohet. Po ndryshohet një gjë që funksionon, atëherë hin aventurët që më shku gabim. E për ato që funksionon nuk ndryshohet. Ti mund të ndryshosh gjëra të vogla kur çka ka nevojë, po jo më ndryshu komplet stilin. E për ato që çdo trener që shkon i përshtatet ekipit. E sheh çka ka nevojë, mund të ndryshosh çka s'ka nevojë. Aty është puna. Por si thashë te kombëtarët, te Argentina. E çdo kombëtare është shumë rëndësi kjo hierarkia. Hierarkia është kur ka një lider, kur ka edhe disa 2-3 që janë afër liderit që e mbajnë grupin së bashku. E kjo ndikon që e ngrit shumë prezentimin, performancën. Kjo ngrit shumë plus nuk ka shumë përçarje në kombëtare. Kjo bën që e bashkon kombëtarën edhe arrin deri te suksesi. E këto ka Argentina, e ka një lider, e ka disa lojtarë që janë me përvojë, ka shumë të ri, por kanë një grup që punojnë së bashku me shpirt e me zemër. E për ato e bën favorit kundër Spanjës. Mirë, ne presim dilën pra edhe me siguri se befasinat vinë, me siguri cilat e qysh, mundet me qenë edhe një lojë e mërzitshme, ndërse lojët për rezultate, jo për me majt rezultatin për shembull, e jo për me bo atraksioni. Dhe kanë me këshyrë, ma me menja, kjo ka me qenë rekordi botës që kanë me këshyrë një sport shumë milion njerëz, që është po pritet tash, vetë stadioni ka me qenë gati 90.000 vetë, ku kanë me marrë pjesë vendet që nuk e do njëri tjetrin, për shembull Trumpi është aty, është edhe kryeministri i Spanjës është aty, që si kanë kurqysh punë të hiç, Kanadës, Meksikës, Argentinës, e kështu me radhë, kështu që kjo do t'jetë një spektakël i madh. Edhe presim pra tash kush do ta merr atë kupën edhe ta hedh në ajër atje për ta bërë atë fitimin e fundit, domethënë, ose përfundimin e fundit të këtij kampionati. Dësha me vetë edhe diçka shumë interesant, për shembull tash ndrohen edhe shumë trenera, do me thonë të kombëve ndryshme. Kemi dëgju që Jürgen Klopp e merr Gjermanin, që për mua është unë jam idol i Gjermanisë, do me thonë për mua gëzim i madh, se ka me bu shumë ndryshime aty. Zidane për merr ka Francën, do me thonë edhe këto janë ndryshimet më dhaja. E kështu që tash presim edhe ekipe tjera të cilat trener do në me marr. Deri sa të na Sulbake me siguri vazhdon edhe një 10 vjetë, se s'guxojna me ndru, ti tha vetë, nuk kena nevojë, nëse shkon mirë diçka le qysh është. Edhe presim pra ndryshimet mëdha faktikisht në këto kombëtaret që kanë me lujt këto ekipet e ardhshme, edhe në kvalifikime, po edhe për shembull për Evropën, Evropianin mas pari, mandej edhe këto Nation League që athiren ato. Po mirë Aziz, tregona pak tash po nalim te akademia, edhe te Football Star Academy, Fortuna, këto tregona statusin pak ku jemi sot. Edhe pak dy llafe për finalen. Në finale të një kampionat botëror nuk vi çdo ditë. Kjo është ndoshta një herë vjen në jetë. Edhe ka aty pakës kalkulime, ka strategji ndryshme, por kur jepet një gol hapet loja. Edhe mani kjo varet si shkon ndeshja, si rrjedha ndeshjes. E për ato na presim një lojë të fortë, një lojë të hapur, ku dy kombëtarët kanë me mundu me mbajt topin e ekip, me dominu ndeshjen, me dominu edhe me dhënë gola. Kur dy kombëtarët kanë futbollistat të fortë,
në çdo aspekt teknik, fizik, taktik, e për ato që do jetë një spektakël i mirë, edhe më mend që më i mirë do fiton, por më mend që Messi ka shansin më hi edhe një herë në histori edhe më fell. U bë lojtari më i mirë i botës i gjitha kohërave. Po, shpresojmë tash aty, normal që e bon ato, tash ai duhet me bo ato që me ja kalu Maradonës, se s'po mundet kurqysh me ja kalu Maradonës, se këtë edhe Argentina si thojnë, e Messi është shumë i mirë, ne e dojmë, po ne e kemi Maradonën. Maradonën e kanë, ajo është si idol, si Jesusi i Argentinës. Edhe ne e dim që kur ka qenë Maradona, për shembull, se e merit bashkë me Maradonën, gjenerata jam e jotja, edhe normal që ajo ka një tjetër nivel në futboll. Po ndoshta Messi ka dalë, edhe që është një fakt i ri që është në këtë kampionat, do me thonë, fituesit e vendit parë, për shembull të botës, që marrin kampionatin edhe përveç kupës, lojtarët do ta marrin edhe nga një unaz, që është, do me thonë, kjo është hera parë që ndodh kështu, si kujtim, do me thonë, për shkak se në Amerikë, në futbollin amerikan, ata marrin edhe unaza me emrin dhe mbi emrin ose vitin që e kanë fitu, e kjo do të ndodh edhe këtu përveç kupës, do me thonë, ata do ta kenë edhe ato si simbol, ta mojnë për gjithmonë. Po Amerika ka bo revolucion në futboll. Pse për thëmë këto, o puna që kanë fut elementet atletikës në futboll. Klinsmann ka qenë në Amerikë, dhe ka fut shumë elementet atletikës në futboll, që ka shumë kombëtarë dhe klube ka marrë, kanë fut tash futbolli bo ma shumë fizik, ma shumë i shpejt, për punë se Jürgen Klinsmann ka fut këto gjërat e reja nga atletika në futboll. Për ato futbolli po bëhet shumë ndryshe si përpara, nuk është futbolli i viteve 70-90, është këtë të futboll. Tash futbolli kërkon që më kanë i stërvitën në gjithë trupin, nga gishti kamës deri te flokët. E për të bëhen shumë formë mirë fizike për me luajtur futbollin modern. E për ato kërkojnë stërvitje ndryshme që më kanë i aftë me vrapue, më kanë i aftë me luajtur futboll, me mirë me topin, taktikisht, i mençur, inteligent, e për ato futbolli është bo i gjithanshëm. E kemi pa, do me thonë, edhe vetë Amerika, ku ka lujtë në çfarë niveli ka mri, derisa para shumë viteve këtë tjetër nivel ka qenë, po tash ka mri në nivel këtë tjetër, se edhe atje dominon, do me thonë, tash futbolli, tash për tash, kemi shumë lojtarë që lujnë atje, që përmendëm Messin, është një ndër ata, e shumë tjerë që kanë shku atje, jonë edhe atje, e kemi edhe të nevin Shakirin që ka qenë atje, edhe tash është edhe Lewandowski, shumë lojtarë tjerë, do me thonë, o jonë atje, o jonë në Arabi Saudite, do me thonë, dy vende, që dy kontinente po dalin prej Evropës, që po shkojnë. Po shkojnë për mbyll atje me zhvillu, thjesht edhe me zhvillu futbollin, me kontribu, ajo është shumë pozitivitet i madh për shembull për vende ku nuk është i zhvilluar futbolli. E tash dalin botë edhe më mirë dhe për neve, më atraktive. E po mirë, ne përpresëm nesër lojën edhe dillën që është më e madhja, kështu që është kënaqësi, domethënë kur kemi njerëz me kompetencë që e dinë taktikën, lojën, njerëz të lojtarët, ekipet, kapacitetin, edhe na tregojnë neve, edhe na mësohemi, edhe ju si dëgjues edhe shikues e dini pak më shumë për shembull sepse edhe këta japin jetën në çdo ditë e shumë herë në javë për shembull me fëmijë, me të rritune, që me arrit për shembull një farë suksesi që jo për vete diçka, po me arrit atë suksesin të asoj dijenis edhe ato që ka qep për shembull si Azizi e shumë tjerë që merren me këto. Sporti është ambasadori më i mirë në vendit, edhe tash luftohet përmes sportit, kombet matën në sport. Kush për ngret flamurin, kush për merr kupën ngret flamurin e vet, kush ka vlera më shumë. Çdo aspekt, si me muzikë, si me film, si me sport. Këto tri gjëra që kombet matën në mes veti. Edhe sporti është shumë rëndësi për një komb për me treguar se ka vlera. Edhe ne shqiptarët kena shumë cilësi vlera në sport, kena shumë talent, kena mundësi,
por duhet me punue, me marrë një mentalitet pak më ndryshe. Na mund të marr sikur shembull Spanjën. Spanja para shumë viteve ka qenë shumë mrapa. Edhe pse, sepse mentaliteti nuk ka qenë profesionist. Ka pas shumë anarki, ka pas probleme brenda. Mentaliteti nuk ka qenë i duhur për me arrit suksesin, ka pas individ, po jo grup. Po me kohën e kanë kuptuar se me lojtarë që janë shkuar për shtete tjera, ose lojtarë që janë shkuar në Spanjë kanë luajt, edhe trajnerat kanë kuptuar se shkuan Chelsea suksesit. Edhe kanë ndryshuar mentalitetin edhe kanë ardhur deri te suksesi në kampionat evropian edhe botëror. E për ato shqiptarët kanë talent sikur Spanja, por duhet me ndryshuar mentalitetin, me punu pak më mirë, edhe na mund të merret aty. Ajo është shumë rëndësi. Duhet me punu, vetëm me punë. Normal, pra vetëm me punë edhe sa ma heret, edhe kjo vlen edhe për prindër që kanë dëshirë për shembull pa fëmijët e tyre, a është djala, a çik s'ka lidhje, po duhesh mi lejt si mbështec, si mburoj, të me thonë që me përcjell, jo me lënë gjysë për shembull, sepse fëmia duhet pak edhe udhëheqje, duhet pak Po, menaxhim. Duhet menaxhim. Fëmia duhet menaxhim, fëmia do përkraje, fëmia do inspirim, motivim, edhe prindi luan rol shumë të madh në menaxhim. Ma shumë rësimi me balancën e zhvillimit, me balancën afatgjate, zhvillimin afatgjat, edhe me shku përpara me shku. S'mundesh futbolli është zhvillim afatgjat, për ato është me pas durim, me pas vullnet, edhe me menu për 10 vjet, jo kohë shkurt, me punu për kohë gjatë, ku dush me arrit. Dhe me shiku çdo vit sa ki arrit edhe çka mund të ndryshu për me arrit aty ku dëshiron me marr cakën tonë. E për ato çdo vit është mundesh me shikue ku je edhe ku do të arrit. Me qetë planin e 2 vjeçar, 5 vjeçar, 10 vjeçar. Edhe me shku me punu në atë aspekt për me arrit suksesin që dëshiron. Normal, pra, duhet gjithmonë me qenë aty, pranë edhe me ardhë deri te ajo, sidomos mirë tha Azizi që na talentin e kemi, po duhet edhe pak përkraje, duhet pak të jemi aty, për shembull, sidomos për fëmijë, po të njëjtën kohë edhe për ekipet që i kemi kudo që janë, për shembull që të jemi përkrahas për ato që t'i ndihmojmë, t'i shtyjmë përpara edhe pastaj Azizi punon më lehtë për atë punë. Tregona pak për Football Star Akademien, qysh po funksionon, qysh është statusi, a ka vende të lira alo, se tash e di që e ki full. Football Star Akademi ka për qëllim, ka si plan, vizion për me zhvillu lojtar. Lojtarët vinë për gjitha klubeve nga Oslo dhe rrethina, edhe vinë edhe më larg. Ka stërvitje individuale, grupore, edhe punojnë më shumë me cilësitë e ngritjes e cilësive individuale. Ne punojnë me individ. Se ban gjithë plani i stërvitjes është për me ngrit individin. Tash kena lojtar talentat shumë të mirë, bile sot dërguan mesazh, vjen 2 lojtarë nga Ranheim, nga mes Norvegjisë, Trøndelag, 2 lojtarë vinë në illustrime individuale këtu që janë këtu në Norway Cup. Edhe se në kanë para 2 vite në kanë, edhe thanë ka pëlqyer shumë, edhe është mundësi me prap. Edhe vinë tash javën tjetër vinë këtu. Tash mandina kena një plan shumë të mirë për zhvillim. Përvojën tonë që e kena që shumë vite, mundohëm me dhanë në fush edhe me kontribu në zhvillimin e lojtarëve. Kjo është qëllimi jonë. Na shkuar shohëm lojtarët që kanë potencial, mundohëm me ngrit edhe ata të arrijnë suksesin e vet. Aty është qëllimi, punojna me akademi, punojna edhe me klube. Ka shumë klube që kanë qef dhe kanë dëshirë, kanë vullnet me bashkëpunue. Kanë ftu disa klube, kanë ftue për me bashkëpunue, me dhanë përvojën tonë edhe në klube. Aty është qëllimi që me kontribu sa më shumë për futbollin dhe zhvillimin e futbollistëve. Ajo e mirë është që është, me thonë, sot për me kuptu, për shembull, dëgjuesit edhe shikuesit, që ose fëmia jote është me në ekip, për shembull, luan dikun, po i vyn më shumë ndihmes, me ngrit më shumë, ose me
me gjeta talentin janë nxjerr prej vetvetes, se ndoshta trajneri nuk e din. Atëherë te lajmëroni te Football Star Academy edhe tash mes aty me treningeve ditëve mundën më ardh edhe ju i gjeni edhe ja dini për shembull atë pjesën se cilën pjesë e ka ai për shembull ose cilën talent e ka. Kjo është jashta futbollit që e luan jashtë ekipit. Sipas përvojës teme, çdo lojtar që ka dëshirë me zhvillue me rit maksimumin nga vetja vet, ka nevojë për zhvillim individual, trening ekstra. Ajo është çelësi për me arrit suksesin. Sepse në ekipin që luan lojtari ose në lojtari i ri, talent, aty ne ka trening për ekipin, jo për individin. Kurse na punojmë me individin. Punojmë ona teknike, ona shpejtësisë, ona fizike, edhe punojmë edhe ona mentale. Punojmë shumë aspekte që lojtari të arrijë suksesin që dëshiron. Na e shikojnë lojtarët, analizojna edhe e bëjnë planin për stërvitje se si më zhvillue. Vinë lojtarët që janë shumë të mirë edhe që kanë qef më zhvillue. Lojtarë talenta nga Oslo edhe rrethina. Kjo është ajo mira që ekziston kjo akademi edhe është mirë me provu, me pa, për shembull, se çka mundet fëmia jote më shumë se ato që është në atë ekip ku është duke luajtur, se ndoshta i vjen pak më shumë trajnim se ato që e bën javore për shembull që e ka aty. Po nalim për fund pak te Norway Cup, nuk ka mbetur shumë javë për me anis, 3 javë dikun, 2-3 javë. Qysh do t'jetë se vjetë, a do t'jetë aty i kyqër? Unë do jem vetëm si scout do jem aty të shikoj talenta, edhe këtë detyrë do kem me pa talenta. Nuk kem i kyqën kështu në trener, po vetëm si me pa talenta në talent mirë për scouting. Për ndonjë ekip për shembull që mund me marr pjesë. Po kjo është e mira që kësi skauta në botror ka pas gjysa stadionit janë kon, edhe tash i shohim ata lojtarë ku po na shkojnë çapo bëhet aty. Edhe ma merr mendja që edhe prej Futboll Akademisë ka dali do t'i shohim në të ardhmen këta njerëz ku ma vonë vjen edhe vet Azizi na tregon se ky ka qenë këtu, ka ushtruar ky individi, ka ushtruar tek ne në këtë ekip, tash është në Real ose në Bayern ose kështu me radhë. Po. Aziz, faleminderit shumë që erdhe, me të vërtetë edhe na zbukurove, edhe na pasqyrove, na mësove më shumë se që kemi ditë dje. Dhe ne shpresojmë që do të takohemi prapë dhe do të bisedojmë se tash janë nisin kvalifikimet e reja, janë nisin lojrat të tjera që duhet kvalifikohemi për Evropën e për Nation League e gjitha ato. Edhe ne të rëjmë suksese dhe vetë vazhdo me këtë punën që e duke bërë shumë bukur. Faleminderit shumë për ftesën dhe shpresojmë që edhe Kosova edhe Shqipëria dhe shkojnë në kampionatin evropian. Shpresojmë, jemi aty edhe nëse na dëgjojnë dikush për atyme skautave të atyme, kontaktoni me këto skauta që kemi këtu se me siguri se këta prodhojnë lojtarë të mirë dhe do të befasoni. Faleminderit shumë faleminderit. Suksese. Në gjdo hap, në gjdo frymarrje, radio ri lindja është gjithmonë pranë jush, me meloditë përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, e mëri vetëm qëndrë